Përshëndetje miq të televizionit Syri, kudo që jeni duke na ndjekur. Po bëhet gati një muaj që kur mësimi filloi në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar pas grevës së mësimdhënësve. Si gjithmonë në studion e televizionit ton, më konkretisht në studion e emisionit me Elditën, përpiqemi të diskutojmë tema të cilat janë në favor të komunitetit dhe përmes të cilave mësojnë shumë gjëra dhe njëkohësisht njihen me rregulla dhe ligje nga të ftuarit tanë. Ajo se çfarë do të diskutojmë sot ka të bëjë kryesisht me zhurmën e madhe mediative që u bë me kompenzimin e orëve, pastaj me udhëzimet administrative, me kërkesat e prindërve, gjithsesi me punën e Drejtorisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Arsimit në lidhje me ecurinë e procesit mësimor nga 3 tetori kur ka filluar i gjithë procesi mësimor. Duket sikur gjithçka është kthyer normalitetit, por nëse vërtet është kjo, ne të ftuar në studion ton kemi 2 zyrtar, njërin nga Ministria e Arsimit dhe tjetrin nga Drejtoria Komunale e Arsimit. Ndërkohë që përmes një materiali tjetër nga tereni kemi nga Këshilli i Prindërve. Kështu që jemi munduar t'i bëjmë bashkë 3 instancat kryesore, të cilët natyrshëm ndikojnë në zhvillimin e procesit të mësimdhënies kudo në Kosovë. Të ftuar në studio kam profesorin Drejt Spërleshi, inspektori arsimit në komunën e Gjakovës. Mirë se erdhe. Mirë se vizet. I shoqëruar nga zonja Flutura Kpuska, zyrtare në Drejtorinë Komunale të Arsimit. Mirë se erdhe. Po flasim sot për shumë gjëra të cilat e preokupojnë arsimin tonë me theks të veçantë të kthesës së normalitetit pas 22 ditëve të humbura. A duket sikur jemi kthyer normalitetit tashmë kur ka kaluar disa javë dhe po rrumbullaksojmë një muaj të plotë? Së pari faleminderit për ftesën. Ju përgëzoj për emisionin. Atëherë sa i përket kthyrjes së normalitetit, domethënë të mësimit të rregullt nëpër shkolla, po do të thonë të gjitha shkollat janë duke punuar, janë duke funksionuar, po kuptohet sipas vendimit të kalendarit, domethënë të ndryshimit të kalendarit të vitit shkollor për disa shkolla. Sepse dihet që në komunën tonë disa shkolla, do të thonë prej 46 shkollave, 8 shkolla kanë filluar më herët mësimin. Do të thonë jo nuk e kanë respektuar, do të thonë një muaj ditë që ka zgjat greva. Këto 8 shkolla do ta zbatojnë vendimin e parë, të vendimit të parë që është dalë me 4 shtator, kurse pjesa tjetër e shkollave do ta respektojnë vendimin që u dalë në tetor të vitit 2022. Shkollat që kanë bërë këto humbjen e orëve mësimore, kompenzimin do ta bëjnë edhe përmes 8 shtunave. Do të thonë 8 shtunat që do të dalin. Po, sipas vendimit të mashtin, janë të detyruar, të gjitha shkollat ta respektojnë këtë vendim. Kështu që shpresoj... Ishte dilema rreth respektimit të këtij vendimi, i cili doli me 4 tetor, dhe Ministria e Arsimit i bëri përgjegjës inspektoriatin, ata të cilët do të monitorojnë nga afër, gjithsesi në një linjë me Drejtorinë Komunale. Profesor, si po shkon monitorimi të shtunave? Te vendimi që ishte me 4 tetor, me cilin të gjitha ato shkolla që e përmend edhe Flutra që kanë filluar mësimin para datës 3 tetor, kanë pas një mundësi që me bë një kalendar të brendshëm, një formë brendshëm, por kuptohet duke u bazuar në kalendarin shkollor për vitin 2022-2023. Dhe në komunën tonë i kemi monitoruar, po 16 shkolla kanë marrë mësim, kuptohet që është fjala për datën 15 për shtunën. Që disa shkolla kanë pas numrin më të madh të nxënësve, sidomos në qytet. Kemi edhe disa shkolla në përfshatra, por numri ishte më i vogël i nxënësve, të personeli arsimor pothuajse ishte pjesëmarrja më e madhe. Dhe kjo nuk ka ndodhur edhe me regionin tjetër, faktikisht me komunat, që në regionin e Gjakovës përfshihet edhe Rahoveci, Malisheva, që nuk është mbajtur mësimin ato 2 komuna.
Nëse shkojmë në një situatë të tillë, dikush mban, në një shkollë ka nxënës më shumë e mësimdhënës më pak, diku tjetër ndodhen e kundërta, siç po ndodh në komuna tjera. A do thotë kjo se mund të qalojmë në realizimin e objektivave që ka një vit shkollor? Kuptohet. Me plan programin e Ministrisë, dihet që shkollat për klasë parë deri në klasën e 8 i kanë 185 ditë mësimi, apo 37 javë. Shkollat, klasa 9 dhe shkollat e mesme, i kanë 35 javë, apo 175 ditë. Dhe maturantët, 160 ditë, do të thotë 32 javë. Dhe dihet që për pos vlerësimit brendshëm, kemi vlerësimin jashtëm, mbahet testi arrishmërisë, mbahet testi maturës, grupet e ekspertëve, sepse këto janë të lidhura zinxhir njëra me tjetrën. Ata e hartojnë testet me një plan që është i realizuar. Nëse një plan nuk realizohet, humbësit në këtë rast do të jenë nxënësit. Për këtë arsye është dobi parit nxënësve që spaku ato rezultate mund realizu. Forma, modalitetet si realizohen dihet se me këtë vendim përcaktohet për këto 22 ditë të humbura, se 22 ditë janë të humbura. Disa shkolla, pra po e përmendin, në qytet nuk i kanë humbur 22 ditë. Disa i kanë humbur nga 12 ditë, 13 ditë, varsisht për shkollën duket. I kemi disa shkolla që ato kanë ma lehtë. Ato kanë pasur do po 4 shtuna, kështu që ata kanë mundësi një rregullore të brendshme, kuptohet me ditë me i kompenzu. Dhe normal se nëse shkon Leramania, ne kemi shpërnda masimit e kjo pyetje. Edhe një pyetësor që ka pas inspektorati ja u ka shpërnda të gjitha shkollave në formë elektronike. Në të njëjtën kohë ata kanë obligim secilën ditë që marrin mësimi. E dërgojnë të protokolluar me e shënojnë numrin e nxënësve që kanë marrë pjesë nga numri i përgjithshëm, numrin e mësimdhënësve dhe dërgojnë në mandej ditën deri të hënën, se është e pamundshme me përpiluar raportin komplet, e nxjerrim raportin e saktë për nivelin komunal se sa shkolla dhe cila shkolla. Ma të mundësi që kemi, unë gjatë kohës jam të rënë me i verifiku, sepse nuk i lem vetëm në ato informacione prej telefonit, por duhet disa shkolla, sa është mundësia, sepse nuk ka mundësi me i verifiku të gjitha, po nga pak në secilën spaku me vërtetu se është vërteta i numrin nxënësve që deklarojnë drejtor që i kam kaq nxënës, kaq mësimdhënës, ashtu mbajt me të vërtet mësimi normalisht. Nëse kontrollat janë bërë të shtunave, a gjeti kohë drejtoria arsimit edhe gjatë ditëve tjera të javës që të shoh nëse është kapunohet, është kthyer ai normaliteti, se kishte sadopak ndoshta paknatësi që në fillim me që greva përfundoi pa ndonjë marrëveshje dhe disponimi nuk është që u morë që nga fillimi për një ndoshta rikthim të menjëhershëm. E vërtet është, po dhe drejtoria e arsimit në koordinim me inspektoriatin e arsimit ka bërë domethënë monitorimin nëpër disa shkolla përmes zyrtarëve. Mirë po dje nga Ministria e Arsimit ka dalë edhe një qarkore informuese që ka të bëjë domethënë me njoftimin e të gjitha shkollave lidhur me përmbajtjen e vendimit të kalendar për ndryshimin e kalendarit shkollor, mandej lidhur me njoftimin e për ligjin e arsimit parauniversitar të gjitha shkollat, ku ka të bëjë me që kjo informat ju përcillet kujdestarëve të klasëve, kujdestarët e klasëve, domethënë përmes takimeve ju përcillen të gjitha këto informata edhe prindërve. Domethënë ti njoftojnë prindërit që nxënësi domethënë duhet të del në shkollë, sepse ligji për arsimin parauniversitar ka e parashet që asnjë person, sidomos domethënë fëmijët nuk lejohen të mbesin pa u shkolluar, që kjo është përgjegjësi së parë e prindrit, mandej është e shkollave, komunës dhe tutje. Gjithashtu ka të bëjë edhe me informimin e prindërve, kjo qarkore informuese ka të bëjë që edhe prindit njoftohen me vlerësimin, me udhëzimin administrativ të ri për vlerësimin e nxënësave. Domethënë si do të shkon, sepse si vjet ka ndryshuar ky udhëzimi administrativ për vlerësimin e nxënësave, se është bërë domethënë përmes dy periudhave, dy gjysmë vjetorëve. Domethënë si ka qenë.
Kështu që janë disa dhëna që janë shumë të qarta, që kanë për detyrë, domethënë ta shkollat përmes kujdestarëve të klasëve, që përcjellin këto informata prindërve. Domethënë që fëmia duhet të delë në shkollë, sepse humbësi më i madh është fëmia. A do të thotë kjo se duhet të ndryshojë ai qëndrimi i Këshillit të Përgjithshëm në nivel vendi që të mos punohet të shtunave, por të gjenden forma të tjera. Përmes kësaj qarkore a është një farë lloj ndikimi me arrit atë që do duhet të ishte edhe është shumë e drejtë ajo që të... më shumë e ka qëllimin informues. Do thonë të njoftohen shkollat, do thonë cili është qëllimi i kësaj qarkore. Po unë kisha ndalë edhe diçka të shtoj se lidhur me kalendarin, që dul kalendari i ri shkollor, ky vendimi i ri për ndryshimin e kalendarit shkollor. Komuna ka bërë propozim bashkëpunim me drejtorinë e arsimit, domethënë kryetari i komunës, bashkëpunim me drejtoreshën e arsimit, ka bërë një kërkesë Ministrisë Arsimit, domethënë lidhur me zavendësimin e këtyre orëve. Domethënë përmes medalë shtuneve, këto orë domethënë të fuzionohen gjatë ditëve të punës. Të gjithë drejtorat drejtoresha, domethënë i takoj, informoj, ata kënë të gatshëm, mirë po Ministria e Arsimit e kthej përgjigjen që nuk ka mundësi, domethënë të bëhet një ndryshim i tillë vetëm për komunën e Gjakovës, sepse ato vendime që lëshohen, domethënë lëshohen nivel vendi. Mirë po prapë që është tha edhe i nderumi, ndrejtës, kanë mundësi disa lëvizje, disa shkolla që kanë fillu ma herët, mujnë me bo disa ndryshime në kalendar, po prapë të bazu në vendimin e Ministrisë Arsimit. Profesor, a jeni ju optimist me që bartni një punë kogja të rëndë në cilësinë e inspektorimit, që të kuptoni që gjithë shka të shtunën do të shkoj ashtu si që është planifikuar. Ndoshta nxënësit do t'jenë prezent, por edhe mësimdhënësit, por efektiviteti i orës sa do t'jetë? Ne jemi dëshmitar që në rrethana të ndryshme është punu me nxënës. Ishim dëshmitar të viteve të fundit në pandemi, kur edhe me ka 15 minuta ishte ora mësimore. Dhe dihet që ngarkesa nxënësit ditën e 6 është e ngarkesë. Por t'i pa rrethonat në cilën jemi dhe realizimi, duhet mu gjetë një formë e realizimit. Dhe mos lëvizja, në këtë rast duhet gjithë faktorët relevant këtu. Që me dhonë dimesën e vetë që a shumë letë thuhet që nuk ban kjo formë, pa dhonë alternativë. S'pa ku t'i jipit një alternativë tjetër. Në çfarë formë, ti po më ndonë që nuk ban për shtunësh, si po dënë me bon zëvendësimi. Janë pyetje 22 ditë. Nuk janë 2 ditë as 3. 22 ditë mësim janë me 100.000 orë të humbe. Kuptohet, shumë. Edhe realizimi i planit atër mbetet. Plus, çka është edhe ne përmendi dhe Flutra. Këto orë i takojnë kryesisht gjysmëvjetorit parë. Me ndarjen e re, ky udhëzimi administrativ 6/2022 e ka bën 2 gjysmëvjetora. Gjysmëvjetori parë është më i shkurt. Tash kjo më i shkurt. Po ti hiken edhe 22 ditë tjera. Ky do të mbetet shumë i shkurt. Po t'ja ushtojmë atë elementin, sepse tani këtu i kemi 2 nota që do t'i marrin përmes disa instrumenteve. Si do të arrin nxënësit mu vlerësu. Do të thotë kjo është ajo problemi zinxhiror që të bëhet. Për këtë arsye nuk zgjidhen problemet me kush i ka fajet. Por hadët bashkohen bashkë dhe ta bëjnë zgjedhjen për hir të nxënësit. Sa do të adaptohet nxënësi që këtë vit shkollor gjysmëvjetori i parë ose perioda parë të përfundoj në janar dhe jo në dhjetor siç ishte? Nxënësi kur të informohet me kohë. Për të gjitha ndryshimet, sepse na do herë kishim atë nxënësi ishte i mësuar edhe në atë formën që në fund për vitin e ri ta ketë pushimin. Ka 2 vite që se ka vitit të ri pushimin e gjysmëvjetorit. E ka në janar, edhe nxënësi u adaptu. Do të thotë nuk është problematika aty. Problemi është që ndoshta kemi disa faktorë tjerë që kanë me ndiku kushtet atmosferike, temperaturat e ulta, mund të ndodhë mungesë rrymës, janë disa, kemi shkollat me 2 ndrrime, me orar të shkurt, vonesat autobusave,
do të thotë janë disa faktorë tjerë që ndikojnë më tepër sepse fëmijët tonë ne jemi dëshmitarë që ku ta fillojnë mësimin shumë ma leti për shtatën rrethona o treja se të rritshme. Se nëse do të kemi problem me energjinë elektrike ashtu siç është thënë, është nivel global ky problem, ora 5-6 vetëm erësohet në ciklin e pasdites. Edhe unë nuk e di që shkollat kanë gjenerator, nuk më ka rastis, nështë ndonjë shkollë edhe mund të ketë, po nuk e di. Çfarë do të bëhet në këto raste? Kjo mbet, do të thonë, kompetencë më shumë edhe drejtorave të shkollave, do të thonë ti menaxhojnë, ta bëjnë më të mirën të mundshme, sepse jemi ku jemi, ka ndodhur çka ka ndodhur, tash duhet një përshtat. Prapë për të mirën e nxënësit. Krejt kjo. Edhe për punën e orëve mësimore. Krejt është tash ditë e shtuna këtu është mision i mësimdhënësit. Si duhet ta përgatit, ta planifikoj, domethënë orën mësimore. Ndoshta për 5 ditë të javës, domethënë ka shpjegu njësi të re. Atëherë është, domethënë, e shtunja që bën një farë përsëritje fëmijëve, që është shumë e rëndësishme edhe përsëritja. Për shkak të njësitë të reja gjatë ditëve të javës të rregullt, po edhe jamon më të relaksuar. Do thonë është ky një farë si më thonë, një taktikë e mësimdhënësit vetë për landën e vetë. Sepse secili mësimdhënës ka dëshirë mi dalë i suksesshëm për landën vetë, do më thonë suksesi për nxënësa. Kështu që është i mbet përgjegjësi e vetë mësimdhënësit. Qatë mision tash duhet mi tregu vetin për përgatitjen që fëmija, do më thonë, i nxënësi vetë të del i suksesshëm për landën e vetë, kuptohet. Kështu e menoj. Kështu e menoj, pi përvojës, do më thonë, se s'është era parë që na të shtunet jemi ka i zavendësohim tash, do më thonë, me vite, kena kitë përvojë e të shtuneve. Po zakonisht kemi pas në përsëritje e bëjshim të shtuneve për njësit e reja, po. Kështu kisha menu. Po? Shësho, unë mendoj që deshta me shtu dhe në diçka që në ndoshta e pash që kemi edhe ma vonë me potencu që ishte në vendimarrjes, edhe duhet mësomi në respektimin e vendimeve, të udhëzimeve. Njerëzit tanë që në përfaqësojnë i kanë me vite, i kanë hartu këto udhëzime administrative. Për udhëzime prej ligjeve, ligjet tona, kemi ligjin për arsimin para universitar, ligjin për arsimin në për komuna, mandej udhëzimet administrative që burojnë për gjitha këtyne, po dhe rregullore, drejtë rregulloret komunale që harmonizohen njëra me tjetrën. Ne kemi ligje me të vërtet që janë të nivelit evropian, por sa jemi na nga dishmërinë të respektojmë. Qasja jo ndaj respektimit tëne, këto në udhëzimeve. Me siguri ndoshta do ta kish në pyetje pak më vonë. Lidhem me këtë çështje që realisht është brengosë, sepse spaku duhet mësomi apo ta gjejmë arsyetimin se nuk ka zgjidhje përpos respektimit të asaj që na e kemi vetë e kemi aprovu. Dhe ta aprovosh një ligj e mos ta respektosh vetë, nuk e di se ku ka zgjidhje. Po. Flutur, dimri po afron, edhe shkollat dita ditës do të bëhen më të ftohta sa i përket temperaturave. Është përgatitur drejtoria e arsimit për ngrohje kësaj radhe? Po, çmimet ishin të rritura, patët probleme proceset të nderuese? Aty është pak problem të proceset të nderuese, mirë po prapë të gjitha shkollat, do të thonë janë deri në fund, do të thonë parashihet që do të kompletohen me këtë problem me furnizim. Me vonesë, kështu që gjithçka. Po, ashtu është ka punohet, mirë po pakës edhe po vonohen me proceset e nderimit, po besoj që bashkë ku të afrohet koha e ftoftë na do të kompletohemi. Shkollas asnjëherë s'kena pas probleme. Do thonë të gjitha shkollat vit për vit i kena pas. Vetëm që këtë vit shkollor, do me thënë ngrohtoria nuk fillon me 15 tetor, por parashet diku nga nëntori. Jemi të punu, që mi mundësu të gjitha shkollave, do me thonë, procesin e ngrohjes. Profesor, ju lidhje online bani me të gjithë sistemin e arsimit, sepse pozicioni juaj ju detyron ta keni. Sa ishin të gatshëm mësimdhënësit
të pranojnë këto ndryshimet në proceset e vlerësimit në mënyrë që t'i bëjnë planet konkrete mbi vlerësimin e udhëzimit administrativ që pastaj të njëjtin edhe të zbatojnë. Se jo rrallë ndodhë që sikur mësimdhënësit jam mësu me këtë praktikun, e bëj këtë praktik, nuk është që nuk ka brenda shkollave tona përgjithsisht mendimet të tilla. Me apo pa tendencë mendimet ekzistojnë. Ne kemi pas para këtij udhëzimit 6/2022 kemi pas një udhëzim administrativ për vlerësimin e nxënësve 8/2016. Dhe pothuajse u bën 6 vite, ai ka filluar me implementimin e kurrikullit të ri të Kosovës. Dhe u vërejt që ndoshta është edhe për lëvdat që ndryshimi i atij udhëzimi, se shpeshherë na kur e shohim që kemi disa shumë udhëzime që nuk implementohet sa duhet, apo dhe nuk realizohen, dhe prap nuk janë ndryshu. Kanë vetë prap njëjtat. Ai udhëzim u ndryshu fatbarësisht. Dhe shumë pak mësimdhënës ju kanë qasë sa duhet. Ai kishte vlerësimin për mbledhës 1 dhe vlerësimin për mbledhës 2. Vlerësimi për mbledhës 1 kishte 60%, VP2 apo vlerësimi për mbledhës 2 e 40%. Dhe në dyshin ishte një instrument që pjesa më e madhe mësimdhënësve u apliku ai dhe shkoi udhëzimi, nuk kanë arrit mësohen me i bë ato teste. Po si jemi tash te ky i dyti, te vlerësimi i ri, te programet e reja. Është pak më i qasshëm. Po. Pse më i qasshëm? Jo vetëm për kohën që i ka 40 vjetora apo dy perioda. Prap i ka disa instrumente. Që ja japin mundësinë 2 herë nxënësit 50 me 50%. Nota parë planifikohet në gjysmën, nëse një shkollë ka filluar mësimin me 1 shtator, që nuk e kemi për fatin e keq këtë rast. Po tash kemi filluar me 3 tetor. Me 3 tetor kemi filluar. Diku në fund të nëntorit duhet të jetë nota parë, ose fillimi i dhjetorit, a jemi kështu? Nota parë. Mandej vazhdohet prap me instrumentet të njëjta për notën e dytë. Dhe nxënësit i jepet një mundësi, edhe nëse notën e parë ka pas jo të favorshme, me notën sepse tani nuk e kemi 60 me 40, po kemi 50 me 50. Plus edhe por pas kësaj, që është një përparësi të është nxënësit. Këtu unë ju kem kërkuar edhe zonja Flutër jo ka pa përcjell, se të gjithë drejtorët edhe momentalisht janë duke i përcjell planet e vlerësimit në nivel shkolle, sepse ato burojnë plani individual i vlerësimit, plani në nivel fushë i vlerësimit, dhe të gjitha fushat kurrikulare bashkojnë në nivel shkolle, dhe ata janë të na i përcjell. Të unë janë të i përcjell, jam ka i bashkaj gjithë. Dhe në drejtorinë komunale. Dhe aty ishin ju ato mundësit të cilat mund të mos i ketë rikoperuar sa duhet. Dhe sa shka shojmë. Për pa mundësin të sidomos që përmendën, të inspektoriatit, mungesa stafit, pak njerëz. Ka mundësin këtë formë me vërtetu që a janë ullë ato aktive dhe a kanë bisedu tamam. Sa i përshtatet vlerësimi një aktivit një shkolle, apo kemi raste se ana elektronike dhe ka edhe ana negative të copy-paste. Mi a marë, mi a dërgu një tjetër dhe mi marë. Dhe kështu që na mujmë me dalu atë formë që sa i përshtatet një shkollë, më shkollën tjetër, sa janë ullë realisht, se në ndodhë, edhe si të planet, ndodhë mi harru dhe emrat pa ja u fshin ku ja u ka marraj. Tu të udhëzimi administrativ shumë qartë, të kjo udhëzimi i ri administrativ për vlerësimin e nxënësve. Shumë qartë të përcakton çdo departament profesional, do të thonë aktivet profesionale, duhet të mlidhen edhe ta përgatisin, do të thonë një plan lidhur me vlerësimin e nxënësve. Edhe shumë qartë të përcakton që ka drejt vetëm me 3 instrumente. 3 instrumente e ma tepër, po varësisht do të thonë qysh e përcakton vetë aktivi profesional. Edhe do të thonë qysh e tha profesori 2 notat, do të thonë ky gjysmëvjetori prap vlerësohet në bazë gjatësisë, do të thonë proporcionale të një gjysmëvjetore dhe përcakton mesin. Po kjo është krejt, do të thonë bazohet drejtori i shkollës bashkë me departamentet profesionale që i caktojnë këto datat kur do të bëhet vlerësimi. Edhe vlerësimi, do të thonë me teste. Shumë i përcakton që vetëm një test kanë drejt brenda ditës, do të thonë të realizohet. Ndërkohë që a dini që nuk ndodh kjo? Nuk guxon teste. Vetëm një test në ditë. Shumë qartë përcakton. Po ju e dini që nuk ndodh, nuk është ashtu. E di. Edhe pse ju japim
disa herë vrejtje drejtorave të shkollave, ti përcelin të departamentet. Se gjithë kemi fëmijë në shtëpi dhe secili fëmijë raporton në një farë forme për se sa teste brenda ditës i është bërë. Do të ndrohet pak qasje edhe në shkollë, udhëzimi do të ndrohet. Sepse vetë vlera e madhe që ju ka dhënë testit dhe me një herë pri atij instrumenti ta shndron notë dhe nota në ditar. Tani nuk ndodh, testi s'ka me hyrë nota në ditar. Testi ka me hyrë në ditarin e mësimdhënësit, i cili ka me mbledh me instrumentet e tjera dhe ka me shndru notë. I ka shkaktu nota testit. Ajo ishte një testomani, realisht, e vërtet, nxënësit kanë pa kriju një e frikë ndaj testeve. Qashtë. Kështu që tani, me shenë se edhe nxënësi e din që nuk ka mu vlerësu me notë, po ka me marë pikë, ka mu pikëzu. Ato pikë kanë mi u vlerësu, se na kemi plot nxënës që janë shumë të mirë me gojë, nuk janë të mirë me shkrim, apo është e kundërta. Edhe tash i mbledhet njohurit me shkrim, njohurit me gojë, holumtimi, pyetje apo cilat instrumente dhe bashkarisht i shndron notë. Kjo do të thotë që është ka punuar vazhdimisht në të mirën e nxënësit në mënyrë që ai të gjetë forma më të mira për arrit deri te një rezultat i kënaqshëm për secilën lëndë mësimore. Megjithatë, mangësitë ekzistojnë edhe janë brenda procesit mësimor përgjithsisht. Sa jemi gati si drejtoria e arsimit, si sektor i inspektoriatit që këtë vit shkollor, vizitat edhe kontrollat sa i përket hospitimeve të jenë më të shpeshta, në mënyrë që të evitohen secilin herë problemi vitit paraprak. E vërtet, secila shkollë, në thonë, ka drejt e hospitojë mësimdhënësat e vetë. Natyrisht drejtorat të bëjnë punën e tyre, hospitojnë sipas rregullave dhe përgjegjësive që kanë. Kurse drejtoria e arsimit ka drejt, domethënë, me monitoru. Kurse inspektoria e arsimit është vetë profesori përgjigjet me cilat ka të bajë detyrë. Vetë udhëzimi administrativ për vlerësimin e mësimdhënësve është edhe tash në mandamentim, që pritet ndryshimi i tij, shkaku se numri shumë i madh i 23.000 mësimdhënësve dhe në 2 vitet para pandemia ka ndërprer procesin e vlerësimit mësimdhënësve. Ashtu vazhdo me vlerësimin e drejtorëve, sepse drejtorëve me vlerësim aty ju mundsohet zgjatja e kontratës punës. Për drejtorët do të flasim pasi ta ndjekim një material. Mirë, po të besim këtu të nxënësit një herë. Të nxënësit, të mësimdhënësit, këtu ne, vetëm edhe tani janë mbledhur se dihet që për mësimdhënësit mu vlerësue janë disa kritere, po thuaj se licencën tash të gjithëve ju ka skadu. Të gjithë janë valide. Dhe mirë po e kanë me një vendim që është valide e licencë, dhe ata që i kanë 100 orë trajnime, kuptohet themelor, edhe 30 plotësuese 30%. Ju mundsohet që me hin listën e tëne, por këto kanë qenë që edhe mungesa i numri shumë i kufizuar i inspektorëve për mu kryer këtë çështje dhe ka pas mandej edhe probleme që ishin 2 vite me pandemin. Por inspektorët në çdo kohë vazhdimisht kryejnë janë inspektimet e shkollës, se bëhet edhe vlerësimi i institucionit. Në këtë vit e kemi vlerësuar një shkollë Gjaku, është Muzllampuska, a kryej me ndihmën e inspektorëve të Prizrenit dhe të Mitrovicës, vlerësimi i shkollës, nivel institucional, kryet, dhe në të gjitha sektorët nivel të Kosovës, zakonisht, ata që kanë pas... Dhe këto matje, për sa vite mund të zgjasin? Zakonisht shkolla, një shkollë, deri në 5 vite. Në asaj shkolle, mund ta ketë atë performancë. Performancë, e njëjtë është si mësimdhënësi që jepet licenca 5 vjeçare. Kjo do t'ishte normalisht se shumë ma dobishme, po t'ishin ma të shpeshta këto. S'pakun se cilë në region, apo në qytet, ka disa shkollat vlerësohen, mande edhe mësimdhënësve, inspektimet tematike bëhen ko pas kohë. Tematike për një çështje të caktuar, mund bëhet për përgatitjen me planet ditore, përgatitjen me plane mujore, lidhje me planin zhvillimor të shkollës, raportin e vetvlerësimit, apo orari shkollori, se sa e kanë përshtatshëm ata atë orar shkollor, a mos kanë lënë ditë pauzët mësimdhënësve, apo kemi ko pas kohë këto ndodhin. Ne do të shkëputemi për pak qaste për me ndjek një deklarat të kryetarit të Këshillit të Prindërve në Gjakov, zotit Fatos Agjemi, se sa Këshilli i Prindërve është i njohur me procesin e ri të vlerësimit që do të bëhet tek nxënësit gjatë këtij viti shkollor, pastaj edhe me formën dhe mënyrën që ata mendojnë të kompenzimit të orëve dhe sa konsiderojnë se po bëhet një punë e mirë nga ana mësimdhënësve. E ndjekim materialin e realizuar në terren dhe kthehemi përsëri në studio.
Gjatë gjithë kohës sa ka zgjatur greva mësimdhënësve në arsimin parauniversitar, përfaqësuesit e Këshillit të Prindërve në nivel vendi kanë dalë me deklarata të ndryshme në lidhje me ndërprerjen e grevës. Mirë po, përkundër të gjithave, greva zgjati 1 muaj dhe nxënësit humbën gjithsej 22 orë mësimi dhe si rezultat i këtyre orëve Ministria e Arsimit përpiloi kalendarin e ri për vitin shkollor 2022-2023, ku paraqiti edhe formën e kompenzimit të orëve të humbura. E reagimi i prindërve për zëvendësimin e tyre gjatë ditëve të shtuna ishte i papranueshëm për Këshillin e Prindërve. Në të njëjtën linjë qëndron edhe Fatos Axhemi, kryetari i Këshillit të Prindërve në Gjakov. E kemi vlerësu që nëse punohet gjatë vikendit, ka me qenë si një faktor dekurajues, demotivues për nxënësit, dhe kemi sugjeruar që gjenden alternativa tjera në mënyrë që të kompenzohen ditët e humbura. Sipas Axhemit, bëhet fjalë për 6 të shtuna të planifikuara dhe institucionet duhet të jenë të kujdesshme në secilin veprim. Gjatë gjithë periudhës së grevës, prindërit kanë qenë në pozitë palakmueshme njëjtë si nxënësit, për arsye se kanë qenë cak i tentimit për me u përvetësu qoftë nga njëna palë, po ashtu edhe nga pala tjetër, e ne gjatë gjithë kohës kemi qenë kundër asaj forme të komunikimit, sepse dim që prioritare me më rëndësi është që të vjojë procesi mësimor edhe nxënësit të mos humbin qoftë as edhe një ditë të vetme të mësimit. Kisha shfrytzuar rastin të këtuit me ju bë apel të dy palëve, njëjtë edhe ministrisë edhe sindikatës, që bile për këtë rast t'jenë ma syqelt, ma objektiv në vendimare, se në fund ditës jemi të folë vetëm për 6 ditë shtune. Të thotë, nëse ja vlen që gjithë sistemi arsimor mu shkund edhe me dalë në për media dhe mu anatemu njëna palë dhe pala tjetër pa përjashtim, le t'ja vlojnë gishtin kokës dhe të mendojnë si cila palë se ja vlen gjithë këto tema, gjithë këtë buj me bo vetëm për 6 ditë. Dhe thotë, ka forma të panumërta, kisha me thonë, për me gjetë alternativa cilat nuk do t'i dëmtonin nxënësit. E sa i përket qarkorës së re për formën e vlerësimit të nxënësve, Axhemi deklaron se secilin ndryshim të mirë të nxënësve e mbështesim si këshill. Realisht kemi marrë njërtime që kryesisht në pjesën më të madhe të shkollave ka me pas mbledhje me prindër këtë javë, po besoj që ajo ka me qenë një ndër temat. Përderisa nëse ne e pyetemi se a është më qelluar kjo formë, unë besoj që po. Do thotë se është një kthim në sistemin si ka qenë më herët, dhe e kemi vrejt kush i ka kushtu kujdes, do thotë 2-3 vitet të fundit, sistemi i vlerësimit me 3 periudha ka qenë një sfidë në vete për sa i takon menaxhimit qoftë nga mësimdhënësit, po ashtu edhe nga gjetoria për me arrit të afatet nga ana nxënësve. Ndërsa në lidhje me rregullorën për mos lejimin e largimit të nxënësve problematik nga ora mësimore, Axhemi e pranon se në mesin e nxënësve ka edhe të atill të cilët janë të vështirë për tu menaxhuar. Ne dim që ka probleme me disiplinë për shkolla, gjithandaj Kosovës, dhe jemi të vendimin që duhet gjenden forma në mënyrë që të ndihmohet edhe mësimdhënësi, që t'i lehtësohet puna mësimdhënësit, kuptohet për pjesën e edukimit radhë parë, mirë po dhe për pjesën e disiplinës në anën tjetër, se besojnë që këto dyja njëna patjetër nuk bën. Mirë po, i kishim lutë gjitha palë në këtë rast edhe pjesën e qeverisë, qoftë ministrinë, qoftë DKA-n, që të ketë një komunikim ndërsjellë me mësimdhënësit që çdo vendim që mirret për ta, t'i ketë edhe ata si faktor në pjesën e vendimarrjes apo në pjesën e ndërtimit të vendimeve cilat ma vonë do të kenë ndikim drejt për drejt në punën e tyre. Ne si Këshilli i Prindërve kemi pas komunikim me DKA-n qysh në fillim të vitit kalendarik, dhe kemi gjetë mirë kuptim për implementimin e udhëzuesit administrativ për sa i takon përdorimit telefonave në shkolla, sepse konsiderojmë që legjislacioni është në vend edhe veç duhet një lehtësim edhe nga ana DKA-s në bashkëpunim me menaxhmentin e shkollave që të implementohet një masë e tillë, për arsye se konsiderojmë që edhe ajo formë i ndihmon sadopak mbarvajtjes e disiplinës në shkolla.
Mirë po përkundër zhurmës mediatike, kritikave ndaj mësimdhënësve nga ana shoqërisë dhe orëve të humbura, Agjemi shpreson se të gjithë akterët duhet të bënë bashkë dhe gjysmëvjetorin e parë ta përmbyllin me rezultate. E pas këtij materiali jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarit tanë. Ministria e Arsimit edhe Drejtoria Komunale e Arsimit gjithmonë duhet bënë bashkë për secilin ndryshim që vjen në procesin e mësimdhënies edhe mësimdhënies. Secili udhëzim i ri administrativ sjell edhe paknatësi, sjell edhe dilema, por sjell edhe ato përparësitë, sepse gjithmonë çdo ndryshim i ri, çdo udhëzim i ri duhet të mendohet për të mirë. A jemi gati ne si shoqëri që t'i pranojmë këto, për shembull tek rasti i zgjedhjes së drejtorëve, hospitimet të drejtorëve ose thjesht mënyrës për zgjedhjen e drejtorëve, sipas udhëzimeve administrative, ta bëjmë ashtu siç duhet edhe të respektojmë edhe numrin e nxënësve që duhet të ketë një shkollë, që të ketë një drejtor ose të ketë zëvendës drejtor ose diçka tjetër. A jemi në rregull me këto shifra dhe me këto kritere? Ta plotësoni njëri tjetrin si doni. Tani, në thonë, këtë vit, Drejtoria e Arsimit është duke përgatit planin zhvillimor komunal. Dhe thonë, deri në fund vitit veç kompletohet. Dhe aty do të shihen qartë, dhe thonë, çka do të bëjmë me shkollat që kanë më pak se 250 nxënësa. Në bazë bisedave që kemi pas, mirë po edhe me Ministren e Arsimit, që janë ka përgatitën disa udhëzues, që do të thonë të fillon të bëhet fuzionimi i shkollave. Kështu që presim, në bazë planit zhvillimor komunal edhe në bazë udhëzuesve që na fuzionimi i shkollave, atëherë a krijon probleme shtesë të stafi mësimdhënësve? Jo, të gjitha këto do të mendohen. A do të mendohen, po. Sepse edhe në mendohet të zgjidhet çështja e drejtorit, e në anën tjetër del problemi diku tjetër. Një rast, e kemi veç rastin si vjet që nuk ka shfaq të 3 paralele të ndara, gjimnazit, Ponosheci, Cërmiani dhe Bishtazhini. Do thonë asnjë nxënës nuk është paraqit, atëherë të gjithë mësimdhënësat i kemi shpërndarë dhe i kemi sistemu. A janë sistemu me orë të plota ata mësimdhënës apo aty domethënë ku ka shumica janë plotsu me normë të plota. Shumica janë plotsu, sepse pakes edhe kemi probleme të kuadri matematikës, ne kemi mungesë kuadrit matematikës, kemi mungesë kuadrit të gjuhës gjermane. Do thonë këto vetëm jemi të i bë disa zavendësime, ndoshta jo adekuate, por derisa të bëhet përzgjedhja e duar adekuate, sepse dim se problemi është edhe te rekrutimi punëtorëve, si tash domethënë këto viteve të fundit sipas ligjit të punës, domethënë të shërbimeve civil, njësia menaxhimit burimeve njerëzore, domethënë të gjitha këto procedura i zbaton, jo sikur i kemi pas më herët. Profesor, nuk është që nuk ka shkolla që kanë më pak se 250 nxënës. Problemet janë evidente. Ministria e Arsimit kryesisht merret me shqyrtimin e lishmërive të nxënësve, të mësimdhënësve, të plan programeve, vlerësimit, dhe se tani për këtë pyetje më duhet pak me DKA, pak më se nuk mund të jemi me rrezet njëjta. Arsyeja pse nuk mund të jemi, për shkak se DKA-ja i ka të hollat, apo nxënësi. Dhe nëse i ka, mund ta paguën për secilin nxënës ka një drejtor. Sepse udhëzimi administrativ i ka 13 vjet, me 28 gusht 2009, është udhëzimi administrativ që e përcakton numrin e nxënësve nëpër paralele dhe thotë që një shkollë, nëse ka 250 nxënës, drejtori duhet t'i marrë 10 orë mësim. Më thënë shumë e mirë, drejtori e ka një përgatitje profesionale dhe ne kemi në Gjakob 30 shkolla që i kanë 250 nxënës. Po. Parëmendë, këtu e përcakton thotë, shkolla me 1000 nxënëse më shumë në vend mund ta ketë zëvendës drejtori. Mandej thotë, shkolla me 1500 nxënëse më shumë e ka dhe një pozitë të bibliotekistit. Shkolla me 1500 nxënëse më shumë edhe një pedagog, shkolla me 500 nxënëse më shumë një pozitë administratorit. Sekretarit. Dhe faktikisht, po të respektoheshin këto,
me sigurisë në buxhetin komunal, do të delshin mjete, ju paramendoni në 30 veta, 50% e mjeteve të në mi dhënë këtëne. Apo e kemi edhe një, ky është më i ri një udhëzimi 24, 2016 për sigurimin e cilësisë. Ky ka të bëjë për koordinatorët e shkollave, edhe për cakton me numrin e nxënësve. Një pjesë e madhe në të gjitha shkollat, thot, në 150 nxënës, koordinatora drejtori. Tash paramendoni një shkollë. Drejtori me 100 nxënës, me rregull duhet t'i mante edhe 10 orë mësim. A jo vetëm se si manë 10 orë mësim, po edhe 2 orë mësim dhe cakton koordinatorin e shkollës me 2 orë. Do të thotë ja hek edhe 2 orë dhe ngarkon buxhetin edhe me 2 orë tjera. Se ka aq shumë punë, do të thotë si ka 100 nxënës, apo edhe me 5-60 nxënës, dhe ka shumë punë të mëdha, dhe kështu që nuk mund ta kryejnë detyrën e koordinatorit. Udhëzimi thotë që shkollat në 150 nxënës, detyrën e koordinatorit do ta kryejnë drejtori i shkollës. Këto janë ato që duhet mu mendu, është për lavdat kjo, tani që unë gur themeli, kur kënë po në shec. Shpresoj që do t'jetë një shkollë edhe në regjione tjera, që me të vërtet që e përmeni edhe Flutra. Fuzionimi shkollave nuk ka tjetër rrugë, por duhet me mendu prej tash, për mas marta jo të pricave. Duhet me mendu ma heret për zgjidhjen e këtyre çështjeve, sepse po shpallën për çdo vit konkurse dhe e mushën me vende të reja. Jo, tash me listë të ngushtë po shkon shumë mirë, lista apritjes, ha? Po, punëtor të ri, domethënë, ka ndrejtësi. Punëtor të ri. Punëtor të ri. Ata janë punëtor të ri. Numrin e nxënësve. Po u hymi pa numrin e nxënësve në për paralele, është një problematik tjetër në për shkolla. E kemi numër shumë i vogël, është temë veçantë. Do thonë për 800 nxënësa kemi më pak si vjet. 800 nxënësa. 800 nxënësa për një vit shkollor, domethënë për 46 shkollat po flas. Të komunës tonë. Raporti moshës? Çfarë moshë kryesisht janë të shkollës së mesme të ulta apo domethënë në të 3 nivelet ka më shumë? Të 3 nivele domethënë ka më pak nxënësa. Më pak. Më pak nxënësa ka. Do thonë veç përfshihen këto mesatare në secilën klasë mund të ketë numër më të vogël të nxënësve. Me siguri edhe vrehen, sidomos në përfshatra. Vrehet në përfshatra. Vrehet në shkollat mesme si vjet të regjistrimi nxënësve. Ma dhimbshme që është edhe mësimi kombinuar që përmahet në përfshatra. Shumë e dhimbshme ajo. Do thonë mena klasës e ki klasën e parë, klasën e 2, 3, 4, deri në 8, 9 i ki. Tash një mësimdhënës. Kjo është e vështirë, kjo është e papranueshme, e vështirë me u realizu për mësimdhënësin. Çdo tash ku janë rezultatet? Po gjithsesi edhe ku janë rezultatet? Edhe rezultatet pak është vështirë. Kështu që më mirë është ta bëjmë një zgjidhje sa më parë, në mënyrë që edhe fëmia mes me pësu. Domethënë drejtoria e arsimit ka gjasa dhe mendon se këtë problem do ta evitoj. Jemi të diskutuar dhe jemi të kërku, domethënë, për Ministrisë së Arsimit që të bëhet sa më shpejt një zgjidhje. Kështu që besoj që është edhe këtë problematikë vendet e më zhvillume e kanë kryer më kohë që më lehtë është me bart nxënësit. Edhe konkurenca të nxënësit, mësimi shumë më efektiv është aty ku do të jenë 15 apo 20 nxënës se me 2-3 nxënës. Marrë në klase. Zhvillimi se dhe marrë në klase, një hori që i përfitojnë nxënësit, do të thotë në gjitha aspektet është mos e mirë se ardhën kjo. T'ju bëjmë edhe më të qartë prindërve, audiencës, atyre të cilët po na ndjekin. Së fundmi një rregullore për institucionet edukative, neni 28 numër 11 e specifikon qartë që mësimdhënësi nuk ka të drejtë të largojnë nga ora mësimit të nxënësin. Në anën tjetër, ne jemi dëshmitar të rrethanave të ndryshme që fëmijët tanë, nxënësit tanë janë problematik të ndryshëm. Në momentin kur ai e kupton këtë informat, përgjigjet e tij, ai nuk i kqyr përgjegjësitë e veta, por thjesht për çka ka përgjegjësi, po thjesht se ti nuk guxon më mqit prej orës. Si me e bo më të kapshëm, më të pranueshëm këtë, që me e ditë nxënësi se nuk të qet mësimdhënësi prej orës nëse ti e respekton thjesht orën mësimore. Sa i don edhe me fol, edhe me bo zhurmë, edhe me smiqit pi orës. Se drejtoria e arsimit ju ka thënë që domethënë ne nëse marrim ankesa të kësaj natyre në të njëjtën kohë marrim edhe masa ndaj mësimdhënësit. Domethënë është një lloj zinxhiri që e sjell këtë problem. Komuna jonë, domethënë drejtoria e arsimit e ka një rregullore. Po. Domethënë për institucionet edukative arsimore, domethënë nivel komunal. Kjo rregullore është, domethënë, është bazuar mbas të ligjeve, mbas udhëzimeve administrative të përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Një ndërtohet dhe tregon
është një nel që përcakton edhe detyrat e mësimdhënësit. Edhe ato që janë ndalesat, për shembull. Një ndër ta është edhe nxënësi kur duhet të largohet nga ora. Nuk u zë nxënësi mu largu nga ora mësimore. Po mësimdhënësi, domethënë nëse nuk mundet me menaxhu, atë nxënës duhet ta drejtojë te drejtori i shkollës ose te bashkëpunëtorët profesional, nëse ka kuptohet shkolla. Edhe atëherë domethënë zgjidhet ky problem. Unë e di që është pakës problem, mirë po disa mësimdhënëse duhet të kenë interpretimi. Kuptoj, Këtu është problemi. Ka nxënësa që janë pak vështirë mu menaxhu, se shumica mësimdhënësave duhet ta luajnë edhe rolin edhe të pedagogut, edhe të psikologut, domethënë të gjitha këto. Po shumë mirë përcakton rregulloria, po nëse nuk je në gjendje mi menaxhu, nuk guxon me largu nga ora, mirë po duhesh mi kërku ndihmën te drejtori i shkollës. Profesor, cili është mendimi juaj te drejtori? Tash inspektoriati ka çdo herë, jo vetëm me këtë rregullora, po çdo herë largimi i nxënësit prej orës është ndaluar. Po. Sepse nxënësi ka shku me mësu në shkollë. Mësimdhënësi është ai që e përgatit orën mësimore, e ban orën atraktive. S'ka kohë, në çdo kohë mund të ketë edhe ndonjë nxënës që është i zhurmshëm. Po, ju këtu ndoshta në keni momente të përvoja në caktuara, mësimdhënie të dytë dhe dini që në mesin e nxënësave ka të tillë. Ndoshta në momente të caktuara mund vjen ndonjë nxënës që e ban orën tillë që me dështu ora. Dhe mësimdhënësi nuk mundet mu marrë me një nxënës me i lënë 25 nxënës të tjerë. Në ato momente, këto mund të jenë raste individuale të rralla. Por janë, e vërtet që janë. Dhe ata mund të adresoj që ta dhe flutra më njëherë në mrena shkolle, po jo në rrugë. Sepse mësimdhënësi nuk e din ku po shkon ai fëmijë. Prindi nxënësin e ka dërguar në shkollë dhe jo në rrugë. Dhe ne jemi dëshmitar mandej që nxënësi ku del në rrugë mund të jenë në rrugë të takon njerëzit e rrugës. Edhe ai është në shkollë. Prandaj ai nuk e ka vënë në rrugë. E ka vënë në shkollë. Nëse nuk mundet mu adaptu me klasën, duhet me bisedu, që edhe e përshëndes këtë rastin tash edhe të fundit, të Zgjakova, caktimin e psikologëve, dikun me nga 2-3 shkolla e kanë atë detyrë, mu marrë me nxënësin, me bisedu me nxënësin, ja thirr prindin, cila arsye ti, kemi probleme të lloj-llojshme të natyrës dhe pak janë ata në gishta. Por na kemi qenë dëshmitar nxjerrjes nxënësve për libra, për fletore, për ndonjë fjalë që e ka folë, lutem, nuk është edhe pse ta fol ai një fjalë se t'ja prish se tek e fundit, nxënës janë nxënës, nuk është ai aty i ngulitun që mas me fol më ka një ngrim, sepse e ka një lirë, kuptohet jo liri, se dihet që liria, se cili e ka lirin me fol, por jo lirin me prishorën, jo lirin me ja prish lirin dikuj tjetër me pengu. Prandaj edhe këto janë të ndërlidhur që mendoj që është të mirëseardhur kjo dhe kjo duhet të shishohet edhe rastet kur ndonjë rast ndodh, sepse ka pas raste që nxënësi me qëllim e ka krijuar zhurmë me nxjerr jashtë. Jo me qëllim, po në shumtën e rasteve ka të qëllimshme se ju e dini që natyrat e fëmijëve janë të ndryshme. Po dhe 90% problemeve na jemi dëshmitar probleme ndryshme në shkollat mesme që ka ndodhur të tërheqshmet e kanë bën nxënësit që janë dalë prej shkolle, nxënësit që kanë qenë rrugë. Të gjitha problemet, të gjitha konfliktet ndodhen nga rruga, nga kafenet të ndryshme. Ne kemi pas raste që afër shkollave kanë qenë të frekuentuar me nxënësa në kohën e mësimit. Nxënësi nuk ka kohën të jetë në kafene, ai duhet të jetë në shkollë. Jo, dhe është mirë edhe që secili mësimdhënës duhet ta ketë atë lidhjen edhe me prindin e atij nxënësi. Kështu kjo është më mira që të funksionojë mirë. Me funksionu mirë atëherë dhe zbesoj që ka me pas problem, se nëse ti fëmin se çysh e tha dhe ndrejca prindje lëshon fëmin në shkollë. Nëse ju si mësimdhënës e largoni e çetni në rrugë, ku di prindi çka i ndodh atij fëmis. Atëherë fajtori me të mësimdhënësi. Nëse mësimdhënësi nuk e ka adresu problemin te drejtori i shkollës, as drejtori nuk do të ketë faj, vetëm mësimdhënësi, po i ndodh një fatkeqësi atij fëmis. Atëherë kjo është punë mjaft me përgjegjësi. Edhe diçka se jemi drejt fundit, kurset. Ta ashtu quajtura kurse private, të zhurmshme, shumë herë ndoshta edhe të kushtueshme, nga një herë të detyrueshme. Si
u morë vendim, u tha që mësimdhënësit që mbajnë kurse private të respektojnë disa erdhë si vendim brenda shkollës së cilis institucion. Po, drejtorisht arsimit vetëm e ka paralajmu, do më thonë të gjitha shkollat e ka nxjerrë një njoftim që nuk guxon, nuk ka drejt asnjë mësimdhënës, do më thonë të marrë kurse private. Mirë po tash si do të arrijmë, a kena vrejt, a kena përcjell këtë gjendje, jemi të përgatit një lumëtim përmes të nxënësave për mi realizu, do të thonë në cilat kurse janë të shku. Se cilin nxënës kam i plotsu një pyetësor, edhe aty do të vërejmë se a janë të realizu prap, a janë ndërprej. Se jena dalë me një njoftim, si drejtoria arsimit, mirë po tash duhet edhe mi pasë ku jemi, ashtë ka respektot, po drejtoresha, do të thonë bashkë me stafin, kena propozu që përmes një hulumtimi, përmes nxënësave, pyetësor, edhe aty do të vërejmë se sa janë të ndjekë prap kurset fëmijët. Kështu, se mjaft është, nuk është edhe shumë ferë kjo, mi u bo kusht fëmijëve, do të thonë për mbajtjen e kurseve, ose bëhet kusht nota. Nuk është në rregull. Do të thonë janë disa gjëra që duhet të eliminohen. Madje nuk e di si ka qëndruar në komunën tonë, mirë po në shkollat komunave tjera edhe brenda objekteve shkollore kanë mbajt kurse. Jo, brenda objekteve nuk e di. Jo në komunën tonë, në komuna tjera, në bazë të lajmeve që kemi dëgjuar. Në komunën tonë nuk ka qenë një informatë të tillë. Edhe pse vazhdimisht ka qenë ndalum ligjërisht, dihet, shkaku sepse nxënësi ju ka kurrëzu, për mësimdhënësve, dhe ata e kanë marrë një farforme ilegale, dihet që mbajtësit e kurseve duhet të regjistrojnë. Nëse lëshojnë certifikata, ata duhet të akreditojnë, është agjencioni akreditimit. Na të gjitha ato institucione faktikisht i hulumtojmë cilat janë. A i nëse bën këto procedura, atër del tjeti lishëm, ha? Mirë po, i del i lishëm, mirë, por realisht këta nuk i bajnë atë procedurë. Këta i kanë marë po nxënësit e tyre, që ka kalu me një heri me një forme interesit tëne, t'ja u kurrëzua tëne dhe plotësisht e drejta është ndalimi veprimit tëne. Sepse ishte vetëm veprimi ndalum, pse kanë keq përdor një farforme, pozitën e tëne të mësimdhënësit me mësu nxënësit e tyre dhe atyne të mbrana shkolle, që ka ndodhur para shumë vitesh ka pasë edhe në Gjakovë në për objekte. Ka shumë vite që në objekte shkollore nuk po mahet në Gjakovë. Për së fundit kam dëgjuar, vitet e fundit nuk e kam një informatë të tillë. Kështu që kjo normal që duhet të ndodhë kështu. Jemi drejt fundit, por do ta marrë edhe një mendim kështu konkret. T'ju bëjmë dije të gjithë prindërve, nxënësve, mësimdhënësve, e dëgjuam edhe deklaratën e prindërve, i dëgjuam edhe i pam edhe matjet nga tereni, dy të shtuna se si eci çështja e zëvendësimit e kështu me radhë. A do t'jeni gati që secilën të shtunë të planifikuar të jeni në krye të detyrës dhe Ministria ka thonë qartë se nuk do të ndëshkohen mësimdhënësit, mirë po thjesht të bëni matje reale për të shtunat e zëvendësimit? Po, ne si drejtori i arsimit, prapë në bashkëpunim me Inspektoriatin e Arsimit, do të mundohem ta bëjmë të pamundër. Si edhe shtunën e kaluar, prapë do të mundohemi në çdo mënyrë me mbulu terrenin, me dhëna sa më të sakta, që ata që janë të marrin mësimin, le të vërtetohet se më të vërtet janë ka marrë mësimin, ashtu si i japin dhëna. Do të mundohemi për me i verifiku të gjitha në terren. Se një drejtor shkolle mund të shkruaj. Uroj të mos shkruaj ashtu, po kisha ka qenë nxënës, kishë kështu, mësimdhënësit ishin kështu, po si ta argumentojmë atë? Argumentimi i tij është, ai do ta sjell një listë me nënshkrimet të mësimdhënësve prezent dhe nxënësit që mungojnë do të shënohen në ditar mungesat e tyre. Prezencën e nxënësve, do më thonë nxënësit që mungojnë, shënohet mungesa dhe lista në nënshkrimet të mësimdhënësve. Janë fakte argumentuese për verifikimin e mësimit edhe pasi të kryhet, sepse ndoshta mrena një ndrrimi, në ato shkolla që kanë një ndrrim, është shumë më vështirë me verifiku të gjitha më shku në vend. Por janë këto elemente që ka mundësi edhe të hënën apo të martën me u vërtetu të pas që është marrë mësimi apo nuk ka marrë mësimi. Edhe diçka, nëse nxënësi shënohet ditën e shtunë,
nuk ka arsye tim, do më thënë mungesat mund të jenë të parësyshme, se prindi nuk e ka sjellur siç ka deklaruar se s'do ta sjellë. A do të ndikoj kjo në rritjen e mungesave të parësyeshme dhe pastaj zbatimin e urdhëresave për suspendim? Nëse nxënësi ka mungu 5 të shtuna, nga 6 orë, 30 orë. Shqo, unë besoj që të gjitha shkollat që kanë fillu, të gjitha udhëzimet administrative nuk lëvizin për momentet caktume. Udhëzimi është i përcaktuar për të gjitha rastet. Dhe mungesat, të gjitha ata që e fillojnë mësimin, normal që e fillojnë mësimin dhe ata që e mungojnë, ata me siguri kanë ndonjë arsye për me arsyetu mungesën e tyre. Ne flasim për ata të cilët thonë që nuk do ta dërgoj fëmijën ditën e shtunë sepse kam X arsye dhe na çdo mbrëmje i dëgjojmë deklarata e prindërve dhe deri më tani kemi pa shumë deklarata që prindërit janë konfuz për të shtunën. Sido që t'jetë, unë uroj të bëhet zgjidhja më e mirë, të arrihet plani, të gjinden forma, të ketë një autonomi mes komunave, mes shkollave, mes mësimdhënësve. Rëndësishme është që të plotësohet ai numri i ditëve të punës edhe të fondit të orëve që e kemi për një vit shkollor. Faleminderit shumë për kohën edhe për mundësinë edhe për përgjigjet e juaja korrekte në raport me të gjitha këto tema të cilat i diskutuam, edhe pse ka edhe shumë të tjera që do t'i diskutojmë në një moment tjetër. Ne ndahemi këtu bashkë duke ju falendëruar për vëmendjen nga ajo që u tha këtu, duhet të bëhemi bashkë të gjithë dhe të zëvendësojmë të gjitha ditët të humbura sipas kalendarit të Ministrisë së Arsimit që i obligon secilin mësimdhënës. Mirëmbëjtje, ditën e mirë.